Sot po shohim me sytë tanë se si vlerat humane me cilat kemi rregulluar marrëdhëniet tona si popull, po sfidohen hapur dhe të i kalohen kundrejt ose po themi përtej çdo parashikimi. Sot po shohim se si disa njerëz janë më pak të barabartë se sa disa të tjerë. Sot po shohim se si disa popuj po në përkëmbën në bazë të racës, ngjyrës edhe fesë e besimit tyre. Sot po shikojmë se si një popull në sy të gjithë botës qytetëruar po kërkohet që t'i hiqet statusi njeri pra këtij populli. Ky është populli heroik palestinez. Imagjinoni që sot lirshëm fare dhe në mënyrën më të habitshme, lider botëror shprehen se duhet zhvendosur një popull i tërë diku larg nga tokat dhe ajri që Zoti ja pati fal për mira vjet, subhanallah. As një fjalë për dhunën, as një fjalë për krimet, as një fjalë për vrasjet e fëmijëve, grave dhe civilëve të pafajshëm. 60.000 të vdekur deri sot viktima një padrejtie që ndodh në sy të gjithë botës dhe jemi dëshmitar. A është ky tregues që humanizmi është në krizën më të madhe në kohën që ne jetojmë? Unë them se po. Është koha sot më shumë se kur që secili prej nesh, por edhe çdo kush që ka influencë në shoqëri, lider të fushave të ndryshme, udhëheqës politik, por edhe çdo grupi shoqëror të mbahen fort pas vlerave dhe jo pas rrethanave. Të mbahen fort pas vërtetës e cila po ulëret për ditë më shumë dhe jo pas konjunkturave, subhanallah. Sepse vetëm kështu do i provojmë vetes tonë jo vetëm besimin, por edhe aftësinë për të ndryshuar dhe për të përmirësuar gjendjen. Unë lut Allahun xhaleshanu ta udhëzojë të gjithë që të jemi gjithmonë tek e drejta. Lut Allahun xhaleshanu me shpirt e me zemër, me lutjet më të sinqerta që Zoti t'i ndihmojë njerëzit e shtypur, që Allahu xhaleshanu t'i mëshirojë ata cilët janë ndarë nga kjo botë në këtë konflikt të madh. Ne kemi folë edhe hutbe përpara kur u bë një marrëveshje paqe dhe na u kënaq shpirti dhe zemra për një armëpushim i cili gëzoi gjithë botën. E subhanallahu, ja ku kthye prap lufta, ja ku kthye prap konflikti. Vallai, përtej çdo rrethane. Ajo që ndodh është e tmerrshme, të vriten gra, fëmijë, civil, pafajshëm në emër të disa gjërave që nuk i kupton askush, vetëm ata të cilët i gatuajnë edhe i bëjnë ato, subhanallahu eladhim. Pse duhet ikin jetët e pafajshme? O Zot, ty të lutem ja Allah, o Allah, me mëshirën tënde, me fuqinë tënde, o Allah, sille paqen atë vend jashtë. O Zot, ty të lutem ja Allah, mëshiroj ata njerëz edhe një krah dhe suport atyre njerëzve cilëve ju bëhet padrejësia, Allah. O Zot, ty të lutem ja Allah, mos e merr për gabim pa fuqinë tonë, Allah, dhe mos e merr për mëkat pa fuqinë tonë. Lutjet tona më të sinqerta janë për popullin dhe për vendin e Palestinës.